E ju e dini që si qërshia mbi tort, më falë se është shka ka të reja, po dhe kjo është si qërshi mbi tort, sepse kam ju informu për emrat më të sfikuara dhe do i gjeni të përmbledhura në bloku në vazhdim në tema javës. Lotët e njerëzve që lotët e kujt, lotët e kujt. Çanke, lotët e kujt. Mri larg. Shme ju, pse rreni me njëri tjetrin? Si jeni dy tradhtar, jeni besprema. Çka është? Çdo fjalë është e tepërt, pamjet po flasin vetë. Rikthimi i Eglit bëri lëmsh shtëpinë të izoluar prej 2 muajsh, por banorët e Bigut tashmë janë ndarë në grupe, ai i Rozanës dhe grupi i Gertës. E Gjesti si gjest më, i qmendit të gjithë me veprimet e tij që shpesh konsideron fëmirore, pra i duket që ka gjetur formulën për t'i acaruar bashkëbanuesit e tij. Pas darkës ku s'opozoi të sqaroj me Eglin, ajo nuk po ri rehat duke kacmuar Besartin, e madje i dhënë edhe informacione nga jashtë, gjë që me rregullat e formatit është ndaluar. Edhe ti të sanim të menu. Edhe më të fol me ty. Po çasi jo më zamër, po jo vis me ty, po jam me kreç ashtu. Nuk rrin në vend, jam label vëlla. Nëse tema që u diskutua këto ditë është padyshim tradhtia që Laerti ja bëri Valbonës. Kjo e fundit u eliminua duke bërë kështu që Vasilin ta cilësoj si besprem. Tradhtari dhe i pabesi je ti. Tradhtari, i pabes, i paburje. Shiko. Në spektaklin e radhës që do të jetë shtunën do zbulohet data finales e që të gjithë mezi po e presin. Është jetoni, babi i Gjestit. Momenti më emocionues si prajmi të kaluar ishte vizita prindërve të Gjestit dhe lotët e këtij të fundit, por banorët nuk përkursejnë atë duke akuzuar nënën e tij që nuk kërkoi të atakoj Eglin, në ndërkohë Gjesti atakoi motrën asaj. Çdo send që bëneni për familje, kështu që ngushtoni fort sa i keni, se në nesër nuk keni mi posa dhe Sidoqoftë situata, më në fund mori kaje tjetër. Gjesti premtoi takës që raporti i tyre do të vazhdojë jashtë shtëpisë dhe mbi të gjitha pa kamera. Thënë më shkurt me sjelljen e tyre do ta sqarojnë jashtë, ama vetëm në 4 sy. Pjesë e televotimit për këtë javë janë Aldo, Gerta dhe Jose. Rjeti ka vluar me komente se njëri nga djelmosha do të eliminohet duke hequr dorë nga çmimi i madh prej 100.000 euro. Ajo që na ka rënë në sy e vesh është se ekzistojnë disa gabime të Gertës e Rozanës, ani pse bën shumë virale në rrjetet sociale, ato kalojnë pa u bërë të mëdha në Prime. Por tema javës nuk mbaron me kaq. Viserlo ka qenë një ndër emrat më të komentuara ditëve të fundit, kjo sepse ati me njëherë pas daljes ju publikua një video pornografike, ama nga pamjet shihet që personi në fjalë nuk është ish banori Big Brother VIP. E madje në një intervistë ai edhe mohoi këtë gjë. Por tani në Zoom ka siguruar një video ku shihet Viserlo teksa puthet me një mashkull tjetër. Për ndryshe mitësi që dikur u krijuan, po ju vjen fundi, bëhet fjalë për Gjestin dhe Rozanën.
Dhe the, ka qitë egli keq. Tjetër të më kërkoni të llogari. Kjo e fundit dhe Egli, që dikur ishi shoqe, u kthye në rivale. Moj, të lutem. Po të shmena këtu brenda nuk shmena më. Po jo, ta tregoj që nuk shmenesh. Që bëhet Jo, këtu. E po ashtu Danja, e cila nga një mikeshe të gjithëve u kthye në mikesh me askënd. Se çka do të ndodhë më tutje në shtëpinë më të famshme në Shqipëri mbetet të kuptohet në vazhdim.